Cila pjatë të kujton fëmirin? Ndoshta pyeten me spanaq, mami e ka bërë shumë shpesh edhe vikendeve sidomos, sepse gjatë ditëve të javës ka qenë punë, po në vikende kemi pas gjithmonë ditën kur e kemi ditë që e kemi pitën me spanaq, edhe normalisht pasulli është, unë e kam hala kujtimet e mia të fëminis, kur jam këthy prej shkollës edhe e ke hap derën edhe e ke ndje që ata aromën, që e ke ditë që ka në shpi pasull. Hala mungon edhe menoj që kërkush nuk e bën, qysh e ka bën mami në kohën e vetë. Nështë është me siguri e bën edhe plot të tjerë në vlera, po menoj që emocionet, nostalgjia për të kalunën, çdo gjë na bën me u duk që ka qenë shumë e mirë. Me siguri që edhe sot gatimet bëhen të njëjta, po gjithmonë kujtesat shtin me mendu që ato kanë qenë më të mira, nostalgjia për bashkimin e familjes, rreth tryezës, një musafir kur ka ardhur që e ke shtru sofrën bashkë me to, ke nda qa ke pas në tavolinë, qa ka qëllu. Sot ka më shumë, edhe në tryezë ka më shumë ushqim, po ajo ngrohtësia që ka qenë të kaluarën, mendoj që është ajo që ma në të lidhun për disa prej ushqimeve që unë si haroj kur.